Ka të dhëna nga ana e SPAK-ut që ka prova të reja. Se çfarë janë këto prova, këto mbahen sekret, sigurisht, është sekret e timorit tyre. Nëse diçka të kuptojmë nëse publikohen. Kam përshtypjen që mund të ketë edhe në ndihmëtar që ka folur më shumë se herën e parë. Ka folur Zogu thua? Mund të ketë folur dikush më shumë, mund të ketë dhënë indicje për të kërkuar provën etj. Dhe kjo është një mund të them një element shtesë që ka aktivizuar, ju e keni parë se sa shpesh po kërkohen tani të gjithë këta personazhe politik që kanë qenë atë kohë në detyrë. Po kërkohet ekspertiza shkencore zanore, ne kemi pas problem këtë. Na është ofruar 2-3 herë dhurat këto pajisje edhe në kuptimin universitar, diku në Meksik na e dhanë, është gati 2 milion euro, kjo si aparatur, si software, dhe ne nuk e pranuam sepse dijem që këto janë probleme me shumë zarar, nëse i merr këto aparatura dhe i vën funksionim, do kesh presione të jashtëzakonshme, dhe universiteti nuk e meriton ta ketë të presion, kurse ka administrata, policia shkencore që do ta ketë aty. Dhe nuk e di pse se kanë blerë deri më sot këtë, për ta certifikuar tamam. Megjithatë më mirë që bëhet jashtë, dhe më mirë që të jetë më saktë edhe më e pamshme në shumë, edhe e mbrojtur. Dhe po ashtu shikohet një gjë e fundit fare, asistencë e shtuar e ekspertizës amerikane në lidhje me të çështje. Se për çfarë nuk bëhet e ditur.